dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Pushosh Shqiptarçe në udhimet tona të pafundme, të cilat her pas here I sillim në formën e një guide të sugjeruar për të gjithë ata që dëshirojnë tashmë jo vetëm fundjavën, por sa herë që jepet mundësia për të bërë një ditë pushim. Dhe që kjo ditë kurse nuk duhet kalojë në një kafene të qytetit, por gjeni mundësinë udhtoni sepse vendet e bukura që na rrethojnë janë të jashtëzakonshme. Ne sonte do të sillim 4 reportazhe të ndryshme, të cilat mbajnë brenda edhe traditën, mbajnë kulturën, përpjekjet e grupmoshave të ndryshme për të sjellë risi në shoqërinë tonë, për të kontribuar në fushën e turizmit e të tjerë. Por le ta nisim nga një traditë shumë e bukur. Besoj që pjesa më e madhe juaja I pëlqen akullore, por nuk do të flasim për akulloret që bëhen në mënyrën industriale, ato që jemi mësuar ta shijojmë në qytet. Dhe vërtet që një pjesë e konsiderueshme tyre janë të mira, por po flasim për një akullore natyrale. Tamël e borë, pra qumësht edhe borë. Këto të dyja përzihen bashkë dhe kjo ka qenë një traditë e përdorur shumë nga barinjt në pjesën veriore të Shqipërisë. Ne kemi udhëtuar drejt Bogës dhe atje kemi provuar tamël e borë. Do thoni ju, jemi në fund të qershorit. Si ka mundësi që keni gjetur borë. Dhe bora ishte vetëm 10 minuta larg nesh, nëse udhtoni në qafëthore, vetëm 10 minuta me një motor nga ata që përdoren në zonat malore, ju mund të gjeni borë të mrekullueshme dhe ta përzjeni me tamël të zjerë. Dikush do thotë nuk e ka mundësinë as të motorit, nuk e ka mundësinë as të amlit të zjerë ose tamlit zim. Ju shikoni reportazhin tonë, një sugjerim shumë I mirë se ku mund ta provoni dhe për më tepër një recetë e thjeshtë në dukje, por që mbart brenda shumë këshilla të vlefshme se çfarë përfitimesh ka shëndeti njeriu nëse pi tamël e borë. Ndjekim reportazhin e parë, qëndroni me ne sepse do të kemi edhe akullore me drethe, do të kemi një muze etnografik në Hotëri dhe do të kemi një karaoke fantastike ku artistët shkodrane bashkohen me artistët shqiptare nga Kosova. Ndjekim materialin e parë. Për të gjithë teleshikuesit, për të gjithë vizitorët, për të gjithë turistët nga anë mban botës që dëshirojnë të vinë në Bogë, se kanë para të spotin aq të bukur që kemi bërë për festën e Çobanit, viti 3 I realizimit të tij, ne do zbulojmë sot një surprizë shumë të këndshme dhe të vogël. Si quhet kjo që do t'ja tregojmë atyre? Tamël e borë. Tamël e borë. Tani ju keni ngrënë akullore të ndryshme me ato metodat më moderne, po tamël e borë. Shpjegojmë çik se është njëri koçar që thotë ç'është ky tamël. Tamëli quhet, kujt I thuhet? Tamëli për në të folmen greke është qumështi. Në gjuhën letrare. Po bora ma, ju thoni tani ne jemi në qershor. Ka borë në qershor, po mos shikoni këto male këtu se sa borë që kanë dhe çfarë mrekullie. Ju do provoni atë borën atje, se deri atje kemi shkuar dhe kemi marrë borën, por që ka një recetë se nuk është aq kollaj që ti përzihem. Dhe Rita do na e tregosh. Për ta realizuar si veprojmë. Atëherë në një enë e cila do të përdoret për të pi, do të përgatisim tamlin me borë. Është shumë e thjeshtë, e cila përgatitet me 2 ingredient ose 2 produkte ushqimore. Në këtë rast është bora dhe është tamli. Tamli ose qumshti është I marrë direkt nga delet e vendit, pra çdo gjë është bio dhe është I ftofur në temperaturën e ambientit. Është I vluar dhe është I ftofur në temperaturën e ambientit. Tani ata po shkojnë të borën. Është origjinale kjo apo është nga frigoriferi që kemi grirë ne dhe e kemi sjellë këtu? Është origjinale Rita kjo? Kjo është origjinale dhe është marrë direkt nga maja e Alpeve shqiptare. Bukur. Ato ditë që është festa, ne do e kemi borë origjinale apo ato ditë ne e marrim nga frigoriferi dhe bëjmë këtë gjë? Vetëm borën që nuk mundesh me improvizu. Se kjo është borë origjinale. Për ta demonstruar, kjo është një borë. Po e mbajtë gjatë dorën për 10 dora. Dhe është shumë e ftohtë. Okej. Bukur. Si do veprohet? Atëherë, mushim gotën deri në gryk të saj, të cilën do ta përdorim për me pi. Pra ja sjarim të gjithë teleshikuesve, kjo surprizë e bukur do të jetë në festën e Çobanit. Mos harroni data 21 qershor. Në orën 10 ne fillojmë.
me paradën fillimisht të kopeve që do kalojmë dhe më pas një koncert fantastik, po ka dhe surprizat të tjera. Dhe ju mund ta shijoni këtë mrekulli duke qenë vetë këtu, jo duke e parë në televizor. Ja, e mbushur. Kja është masa, pastaj mushim edhe me tamël, pra duhet deri në grykën e enës, pastaj e mushim me tamël i cili është në temperaturën e ambientit. Bukur. Ky është një tamël jo i sjell në ato kutijat e bukura, po është këtu, sepse këtu rritet dhitë më të shëndetshme në të gjithë Shqipërinë. Është tamël i mielën nga 10 kopet të cilat i disponon Agroturizmi Kulla dhe Buni Bayraktarit. Okej. Bukur, kjo është një akullore për ata që e duan sheqerin apo që nuk e duan sheqerin. Ne do i hedhim kësaj sheqer apo jo? Atëherë, tamlit e borës nuk i hedhet sheqer, sepse ka sheqerin dhe ka gjithçka që është bio dhe që lidhet me biodiversitetin me të cilën ushqehet fiziku i njeriut dhe është shumë kurativ. Prandaj produktet e sheqerit këtu jo vetëm që nuk përdoren, sidomos ushqimet që do të jenë të bjeshkatarëve, nuk është përdor pothuajse kurrë sheqeri. Ne kemi të bëjmë me një traditë të zonës tu, kështu e kanë përdor një herë një kohë, ne për traditën vim te festa e çobanit. Arsyeja për çfarë nuk përdoret sheqeri është sepse edhe në emën e ka tamël të amël në burë, sepse tamli është ka sheqerin e ka vetë. Imagjino tani duke parë shfaqjen aty dhe një gotë të tillë me borë në tamël apo tamël në borë. Tamël në borë. Tamël në borë. Gëzuar. Ne do ta provojmë? Po që ka shumë i mirë. Vetëm ideja ku është marrë bora njërë. Unë do ta pi të gjithën këtë. Vetëm ideja që kanë shkuar çunat deri atje lart dhe kanë marrë bora për efektet e leshikuesve, vetëm shija e tamlit e rregullon edhe shijen e borës. Që kur ti ikin kthej nga boga, do duan pas një jave të vim prap, edhe do shkoni me ndërish të shumë të freskët e fizikisht shumë të shkathët e do vini sërish këtu për të shijuar bukurinë që ofron boga. Mos harroni Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bayraktarit, 21 qershor. Provoni këtë surprizë. Stanet e Malësisë së Madhe kanë kanito. Dhe në kohën e partisë së punës, ata që kishin tuberkuloza, po se quhet të ftofën, edhe në atë kohë, rekomandimi i mjekut ka kanë me dalë këtu në frymin e baktive dhe me ushqyer me tamël e borë. Bravo, hajde gëzuar. Mos harroni 21 qershor me vendovje përballë Kullës së Bayraktarit. Pra jemi në Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bayraktarit. Në orën 10 fillon aktiviteti i parë dhe më pas në orën 11 është koncerti. Ka dhe surprizat të tjera, një zbuluam tani. Mirë se të vini. Gëzuar.
Kjo pra ishte receta, një recetë risi për të gjithë teleshikuesit, por për të gjithë ata që dëshirojnë të provojnë këtë recetë mund të shkojnë pranë kullës së Bayraktarit në Bogë dhe të shijoni tamël e borë. Është një recetë shumë e thjeshtë, por që do vitalizoni duke e provuar, pasi kemi të bëjmë me një qumësh bio nga dhitë që rriten në këtë zonë, në këtë ajër të pastër dhe në këtë klimë të mrekullueshme, por nga ana tjetër edhe bora që nuk shkrin në asnjë stin të vitit. Do ta gjeni atë edhe në korrikë edhe në gusht. Ne do të vijojmë me një material tjetër, po në Bogë do të qëndrojmë, por kësaj radhe do të provojmë akullore me drethe. Nuk janë lule shtrydhe të mirë fillta, po janë në një familje me to. Si përgatitet, le të ndjekim materialin. Tamël e borë, ndërmalësorët e Bogës, kjo është një risi që do t'jetë për festën e çobanit 2026 pranë kullës së Bayraktarit të Bogës dhe njëkohësisht agroturizmit Kulla dhe Buni i Bayraktarit. Kjo është një risi që nuk duhet humbur pasi është një shije teje të veçantë e cila vjen nga lashtësia dhe është përcjell deri në ditët tona jo vetëm si shije dhe si ushqim produkt i bjeshkatarëve, por edhe kurim për sa i përket shëndetit të fizikut të tyre. Risia tjetër është kjo akullore, e cila ka një shije teje të veçantë, prollohet me qumshtin e dhive, me drethe dhe mjaltin e hojeve të këtyre anëve, të këtyre bjeshkve që janë në Alpet, në zemër të Alpeve shqiptare. Këto produkte janë prodhim ekskluzivitet i kullës së Bayraktarit, i bunit të Bayraktarit, por njëkohësisht agroturizmit të kullës dhe bunit të Bayraktarit. Këto janë shijet më të ralla, më të veçanta, të cilat do të risjellë festa e çobanit 2026. Mos mungoni t'i provoni.
Paraqitëm deri tani tamë lebor, gjithashtu dhe akullore me drefe dhe do të ndrojmë totalisht recetën e asaj që do të ofrojmë për të gjithë teleshikuesit e emisionit Pushosh Shqiptarçe. Me siguri ju është dhënë mundësia të shikoni muze të ndryshme në qytete, jo vetëm ata të Shqipërisë, por edhe jashtë kufive shqiptar. Po a mund ta kishit imagjinuar se pikërisht në fshatin Hotiri, shumë afër qytetit të Shkodrës, ju do të gjeni një muze etnografik të mirëfillt me 2100 objekte? Kur na e thamë për herë të parë nuk e besuam, pasi menduam që nuk ka se si një shkollë publike të ketë angazhime të këtij formati, por më tepër dihet që objektet muzeale kanë koston e tyre nëse ato përbëjnë vlerë dhe jemi befasuar teksa kemi shkuar pranë kësaj shkolle. Kemi gjetur një muze etnografik të mirëfillt, ka qenë pasioni i stafit pedagogjik dhe drejtuesit Gjovalin Kodra për të bindur banorët e zonës që të sjellin pranë muzeut të shkollës Hotiri objekte të vjetra që i kanë ruajtur, objekte që dëshmojnë traditat dhe mënyrën e tyre të jetesës. Aty do të gjeni objekte të vitit 1870 ose mund të gjeni gazeta të prodhuara mbi 100 vite më parë. Nuk e besoni, le të ndjekim të material dhe këtë intervistë që e pasqyron, por jo vetëm thjesht duke ndjekur një intervistë, ne do t'ua sugjeronim pasi shkolla i ka krijuar mundësitë ose infrastrukturën që çdo vizitor i cili dëshiron të shikojë një muze etnografik të mirëfillt, të punuar nga nxënësit e shkollës, stafi pedagogjik dhe gjithë komuniteti, le të drejtohet dhe ta shohë atë nga afër, pasi Hotiri që këtë e tuti tashmë ka një aset të shtuar në vlerën turistike që ka. Le të ndjekim materialin. Në zemër të Hotit të ri, në bashkinë Shkodër, aty ku edukimi takohet me trashëgimin, një ëndër e nisur 6 vite më parë është kthyer në realitet. Shkolla Hotiri me rreth 150 nxënës tashmë ka një pasuri të çmuar, që i shërben jo vetëm brezave të rinj, por gjithë komunitetit. Muzeun etnografik të Hotit të ri. Ideja për ngritjen e këtij muzeu lindi në vitin 2020, nga dëshira për të ruajtur dhe promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore të zonës. Falë për kushtimit të stafit të shkollës, mbështetjes së komunitetit dhe veçanërisht pasionit të drejtorit të saj, Gjovalin Kodra. Projekti u finalizua me sukses në vitin 2026. Muzeu është rezultati një bashkëpunimi të jashtëzakonshëm me banorët e zonës, të cilët kanë dhuruar objekte të shumta që dëshmojnë jetën, traditat, punën dhe kulturën e brezave të mëparshëm. Sot, në këtë hapësirë, janë inventarizuar mbi 2000 objekte etnografike, secili me historinë dhe vlerën e tij. Vegla pune, ore ndi shtëpiake, veshje tradicionale, dokumente dhe artefakte të ndryshme janë sistemuar me kujdes, duke krijuar një mozaik autentik të jetës së dikurshme në Malsi. Për nxënësit muzeu shërben si një klasë gjallë historie, ku mësimi zhvillohet përmes kontaktit të drejtpërdrejt me trashëgimin e të parëve. Fillimisht na lindi ideja të hapim një muze i cili përshkruan historikun e fshatit Hotiri, krijimit të ri dhe historikun e shkollës Hotiri. Ka filluar nga viti 2020. Në 2022 e hapëm fillimisht, pastaj tani e kemi kompletuar me gjitha mundësitë që kemi pasur ta kompletojmë një muze etnografik. Kjo shkollë ka 150 nxënës. Okej, këtu shohim objekte që janë goxha vjetra me një historik të tyre, orat 1980, gazetat dhe gjitha ato. Hotiri vetë nga emri Hotiri ka banor të rinj, pra është krijuar një fshat i ri. Po. Ku kanë burimin këto materiale? Këto materiale kanë përgjithësi nga hotianët e vjetër që kanë qenë këtu. Hotiri është krijuar në vitin 1926, janë banorët e parë, vinë nga Hoti i vjetër, edhe pra ata quhet edhe Hotiri.
Dhe këto janë të gjitha materialet që ata i kanë sjellë me vetë. Në përgjithësi janë materiale të gjitha të hotit të ri të vjetër. Masanai ka edhe materiale të tjera që janë ngërmulluar nga nxënës të tjerë që vinë në zonat e Dukazhinit apo të Tropojës apo të shtakut të tjerë me radhë. Objekti më i vjetër cili është? Objektet më të vjetra këtu janë rreth 700 gazeta të viteve 1910-1934. Si i siguruar ato gazeta? Po duke kërkuar. Kam ngulja gjithmonë, nëse ke vullnet ta realizosh diçka mund ta realizosh me vullnet. Si reagon njerëzit, si i dhuruan, duke ditur që në ditët tona gjithë në paper, por e kuptojnë që ato kanë vlerë. Fillimisht ndërtuam një komision. Në përbërje të tij ishin mësuesat vjetër të hotit, shkrimtarët e vjetër të hotit, pjesëtarët komunitetit, edhe ndërtuam një komision. Ky komision masanai u ngarkua me detyra të veta. Dikush me historinë e shkollës, dikush historinë e fshatit, dikush bashkimin e materialeve të vjetra, edhe njerëzit na i dhuruan, na i falën, përderisa ne nuk i kishim për tregti apo për diçka tjetër, ne i kishim vetëm thjesht pasqyrojmë historikun e hotit, historikun e shkollës. Në kontrast me Drishtin, ata kanë goxha muze, 270 milion muze, asnjë objekt brenda. Një shkollë publike, shkollë private dhe keni një pasuri të tillë. A është bërë një inventar i këtij muzeu dhe sa objekte ka gjithsej? Ky ka gjithsej 2100 objekte. 2100 objekte. 2100 objekte. Dhe ju keni shfrytzuar një ambient të shkollës tonë. A do ishte mirë që kjo të merrte një vlerë turistike, domethënë ekzistenca e këtyre objekteve të shfrytëzohej për t'u treguar të vizitorëve? Shpresojmë që në vazhdimsi të na vizitojnë edhe shkollat e tjera të qytetit Shkodër, edhe turistat, edhe diçka interesante për të parë. Kjo është një kuti me gëdhenje, që është dhëru, dhe dhëndrëja ka dhëru të fejumes apo nusës ti, është një kuti me gëdhenje e vitit 1908, e cila ka një sekret, e cila nuk mund të hapin fëmijët për shkakun apo të veçlit, po mund të hapin vetëm të rritunit. Ka një mekanizëm, edhe njëherë mekanizëm për gjithë televizionistë ta shikojnë, pra e tërhiqet aty dhe tak mbyllet. Edhe këtu kanë lanë orat, kanë lanë varëset, sërmës, florinit të tjera më rrallë, si mund të ke lanë një nusë e re në shtëpi. Përveç kësaj, ka shumë gjëra të tjera, shumë interesante. Ka një mbajtë celulesh para vitit 1900, kjo është pak e ranë. Kjo është të gjitha me gëdhenje, është drunit, e vitit 1897. Këto janë futlullet në të. Do të thënë të gjitha këto janë dhurat, nuk është shpenzuar? Të gjitha janë dhurat, të gjitha janë dhurat. Përgjegjësia juaj është shumë e madhe për t'i mbajtur me kujdes, për ta eksploatuar. Po me thënë drejtën, në ka një mollë bashkia, në ka ba një derë hekurit aty, këna rrëthu me tel dritaret, ka kamerat janë edhe shpresoj që mos ndodhin keqja. Ky muze nuk është thjesht një koleksion objektesh, por një dëshmi e identitetit, memorjes dhe krenarisë së një komuniteti, i cili edhe pse i ri, i vendosur këtu, ka ditur të ruajë rrënjët e veta. Një investim në kulturë dhe edukim që do të shërbejë brezave për shumë vite me radhë. Nga ana tjetër, për hotin e ri, ky muze është një vlerë turistike tepër e madhe, pasi fare mirë mund të tërheqë vizitorët pranë tij.
Ky ishte muzeu etnografik i ngritur në hop, ne i përgëzojmë stafin pedagogjik, drejtuesin e apasionuar, i cili i ka nxitur të gjitha aktorët për të realizuar këtë muze etnografik, zotin Gjovalin Kodra, dhe shpresojmë që ky muze të marrë emër, ndoshta një spunt e vogël edhe nga emisioni Pushosh Shqiptar, por mbetet këshëria të gjithë atyre teleshikuesve që duan ta shohin nga afër këtë muze etnografik. Dhe ne do të kalojmë në një material të fundit, jo pa qëllime kemi lënë si ëmbëlsira, si që quajmë ne gjithmonë. Janë disa momente ku pas finalizimit të 100 grave të suksesshme, të anoncuara nga lëvizja Gratë Frymojnë Vlera në Shkodër, pa kohë më përpara, ne shfrytzuam momentin kur gratë e suksesshme të këtij viti, por edhe mjaft mike të ardhura nga diaspora, e sidomos shqiptare nga Kosova, artiste të mirëfillta, ju bashkuan këtyre grave të suksesshme dhe zhvilluan një shëtitje të bukur në Shirok. Dhe më pas, ato në një nga subjektet e ndryshme që ka qyteti i Shkodrës janë dalur për të konsumuar drekën e tyre, por ajo që përbën një risi dhe një vlerë të shtuar në jetën e këtij qyteti është bashkimi i zërave të artisteve shqiptare. Mes tyre dua të përmend të madhen mjeshtren e madhe Mukades Çanga, Lulka Mërkulaj, Mimoza Staka, por dhe zëri mrekullueshëm i një këngëtare me një emër dhe reputacion shumë të madh në Kosovë, por që e njohim edhe ne në Shqipëri, Shpresa Gashi. Sa bukur ku këndojnë të katërta së bashku dhe kanë krijuar një atmosferë të mrekullueshme. Këngëtarët nga Shkodra këndojnë këngët që janë hit jo vetëm në Kosovë, por dhe në Shqipëri, dhe për të respektuar, Shpresa Gashi ka zgjedhur një këngë të mrekullueshme simbolike të qytetit të Shkodrës, por cila është ajo. Le të ndjekim këtë material që kemi përgatitur me shumë dashuri. Prej lule gjithë me dorë, veç një kopshtat nuk i Shkodër, ty të gjitha lule vorë. 10 vite aktivitet, 10 vite përkushtim në promovimin e figurës së gruas dhe të vlerave më të mira të shoqërisë. Lëvizja Gratë Frymojnë Vlera fesoi në Shkodër një përvjetor të veçantë, duke bërë bashkë 10 gra nga troje të ndryshme shqiptare. Pas ceremonisë së zhvilluar pak orë më parë, ku gjatë një dekade janë vlerësuar rreth 100 gra për kontributin e tyre në fusha të ndryshme të jetës shoqërore, kulturore dhe humanitare, pjesëmarrësit vijuan aktivitetin me një udhim njohës në disa prej pikave më të bukura turistike të Shkodrës. Dalesa e parë ishte pranë liçenit të Shkodrës, dhe ura e vjetër e Bunës mes peizazhit magjepsës, ku ndërthurën lumi Buna dhe kalaja legjendare e Rozavës. Gratë kënduan këngë shkodrane duke krijuar një atmosferë të veçantë emocionesh dhe miqësie. Lule vorë, se me ty jo turkuror. Lule vorë, se me ty do turkuror. Më pas, grupi u ndal në Shirok, ku njoh nga afër me këtë pelë turistike të Shkodrës. Vizitorët patën mundësi të shohin edhe punime tradicionale artizanale në të zja, një dëshmi e gjallë e trashëgimisë kulturore dhe mjeshtrisë së grave shqiptare. Të pëlqejnë prodhimet në veg, si thoni në Kosovë, në veg. Në veg. Nuk i kombinojmë andej. Po shpresat që këto janë për fustona zemër. Po këtë e shikova, po shikova, po është problem që të këmë. Prej kove më ka pamuk. Shëtitja vazhdoi në pedonalen e qytetit, ndërsa aktiviteti kulmoi në ambientet e Oborit Shkodran, ku ishte organizuar dreka festive e 10 vjetorit.
Atmosfera u ngrohtë në fillim nga interpretimet live të këngëtarit Zaim Merkulaj, I cili me repertorin e tij krijoi një klimë gëzimi dhe afërsie mes të pranishmeve. Më pas, së bashku me motrën e tij Lulka Merkulaj, solën këngë të interpretuara me shumë ndjenjë, duke marrë duar trokitjet e pjesëmarrësve. Muzika dhe vallja nuk munguan gjatë gjithë aktivitetit. Gratë u bën pjesë e festës me këngë e valle, duke dëshmuar se energjia dhe pozitiviteti janë pjesë e rëndësishme e këtij rrugtimi 10 vjeçar. Një moment I veçantë ishte dueti interpretuar nga Lulka Merkulaj dhe Mukaddes Çanga, mjestre e madhe, të cilat sollën emocione dhe nostalgji përmes interpretimit të tyre.
Emocionet të forta përsolli edhe këngëtarja Mimoza Staka me këngën kushtuar komandantit legjendar Adem Jashari, një interpretim që u prit me respekt dhe duar trokitjen nga të pranishmit. Kënga që jashtë bërë hit e kombëtares të Kosovës, së cilës i urojmë suksese në kampionatin botëror. Ta fitojnë edhe me Turqinë dhe jena në kampionat. Shqipëria
Kulmi simbolik I festës ishte prerja e tortës së 10 dhjetorit nga kryetari e lëvizjes Gratë Frymojnë Vlera, zonja Farida Ramadani, e cila falenderoi të gjitha gratë që gjatë këtyre viteve kanë kontribuar në promovimin e vlerave kulturës dhe solidaritetit shoqëror. Një tjetër moment I paharrueshëm ishte interpretimi I Shpresa Gashit. Edhe pse në moshën 80 vjeçare ajo vazhdon të ruaj freskinë dhe forcën e zërit të saj artistik. E njohur dhe vlerësuar si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, këngëtarja u prit me shumë dashuri nga publiku, duke dëshmuar se arti vërtet nuk njeh moshë. Yeah.
Një ditë e mbushur me emocione, kulturë, muzikë dhe miqësi që dëshmoi edhe një herë se kur gratë bashkohen për të promovuar vlera, ato arrin të lënë gjurmë të rëndësishme në shoqëri. Ky pra ishte dhe reportazhi 4 që ne kishim përgatitur. E kemi nisur fillimisht me Tamë Lebor, recetën sekret që kishim deri tani, por ja që e zbuluan për të gjithë teleshikuesit tanë, ju që dëshironi të keni një shëndet të mirë dhe doni akullore bio, origjinale, direkt nga natyra, shkoni në Bog se aty do t'ju serviret Tamë Lebor. Bora është shumë afër, mjafton që të ngjiteni në qafthore dhe vetëm 10 minuta subjekti që është aty do t'ua shërbej Tamën e Bor. Dhe përveç se kësaj, keni mundësi të provoni edhe akullore me drefe. Drefet nuk janë të importuara nga një shtet tjetër, por rriten dhe ato pikërisht në Bog. Provoni këto të dyja, do mbeteni shumë të kënaqur dhe jemi të sigurt që do riktheheni sërish në Bog, pasi Boga nuk ka vetëm Tamë Lebor apo akullore me drefe, ka shumë resurse të tjera të cilat duhen vizituar nga afër. Për më tepër është ajri i pastër, ndryshe konsiderohet porta e Alpeve shqiptare. Kemi vijuar me materialin e tretë që lidhet me Muzeun Etnografik në Hotori. E sugjerojmë për të gjithë teleshikuesit që kanë mundur ta ndjekin këtë material të bëjnë një vizitë tek shkolla 9-vjeçare në Hotori dhe do të befasoni nga një muze etnografik me 2100 objekte. Dhe kemi përmbyllur këtë emision me një material të 4 që lidhet me një karaoke fantastike ku artiste shkodrane bashkohen me artiste shqiptare të Kosovës në ato koloritin e bukur të këngëve shqiptare, të pëlqyera si këtej dhe aty ku vijon trungu shqiptar pikërisht në Kosovë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen që keni treguar në këtë transmetim, ritransmetimin për ata që mund të kenë humbur ndoshta një pjesë të emisionit, do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, por janë dhe rrjetet sociale që luajnë këtë rol, dhe asgjë nuk humbet, ajo mund të shikoni në çdo moment të ditës. Pas transmetimeve të këtyre udhëtimeve dhe të këtyre risive në emisionin Pusho Shqiptar, që ne do të vijojmë javën e ardhshme me një festë jashtëzakonshme që është realizuar sërish në Bog, Festa e Çobanit edicioni 3. Ju lënë shoqërinë e programeve të këtij televizioni, natën e mirë.